Tani gjithë mendimet tona. Këtë harmoni dhe këtë ekuilibër që ti paraqet, patjetër që e brendshmja jote është ndoshta e ndryshme. Nuk është kaq e kuptoj. Kaq saktë. Është ti ke arritur vetëm duke punuar vetë apo u drejtove te një specialist, te një psikologe, te një mikesh që që një fushën, pra si ishte ky momenti i parë për të kaluar goditjen? Unë u kam gjithmonë edhe me kulturën, se ne nuk e kemi kulturën të drejtohemi te specialist për shëndetin mendor. Edhe kjo është pjesë e shëndetit mendor. Edhe unë kam kohë që e ngres si çështje, shumë vite, që shëndeti mendor në Shqipëri është një gjë e cila duhet trajtuar seriozisht. Duhet adresuar shumë seriozisht, po. Sepse përveç faktit që ne jemi në një shoqëri e cila ka problemet e veta, është agresive, jemi gjithë stresuar, fillojnë vriten mes njëri tjetrit familjarët, bëjnë çfarë nuk ndodh në këtë vend që ne themi si ka mundësi. Po ka mundësi, sepse shëndeti mendor nuk është një gjë që ndodh brenda ditës dhe kur ti fillon edhe e lë pas dore, shet një problematikë etj. Kur vriten dy njerëz gjithmonë në kronik, gjithë lagja thonë, po ku e dim ne ata ishin njerëz të mirë. Po. S'ka rëndësi të jenë njerëz të mirë apo të këqij. Janë njerëz që nuk janë mirë. Kanë pas një problem që nuk u thellua. Megjithatë, ti pate një ndihmë të tillë drejtove? Po e thosha, nuk e bëra vetë, sepse unë ju dedikova tërësisht fëmijëve për të qenë unë një mbështetje psikologjike për ta, por mendoj se duhet bërë. Unë e pata shumë të vrullshme këtë lloj periudhe, këtë lloj dhimbje, këtë lloj mënyrën se si e adresova, por mendoj që është gjithmonë mirë dhe secili prej nesh duhet ta bëjë edhe në momente normale, jo vetëm në momente kështu ekstreme. Jo, absolutisht. Ke pasur ndonjë rinat me veten, me Zotin, me botën, pse mua? Pse Zot më dhe mua këtë gjë? Ke pasur ndonjë rinat? Po të vjen natyrshëm kjo gjë, që ti thua pse mua. Po, siç e thash, duke njohur shumë njerëz, duke njohur shumë eksperjenca, dhe unë besoj në Zot, kështu që ata që besojnë në Zot kanë një ndihmë shumë më të madhe, nuk e di se si e përballojnë ata që nuk besojnë në Zot. Unë kam pasur një ndihmë shumë të madhe. Është e natyrshme që ti natosesh me jetën, dhe por pastaj e kupton që disa gjëra janë aty sepse vullneti i tij është që të ndodhi kështu për arsye që ti nuk i kupton. Kështu që Unë të marr guximin të flas për diçka që e di që në komente do masakrohem, por jeni të mirëpritur të shkruani. Ka thuajse 2 vjet që Gerti iku. Pse je me Ceza akoma? Ma ke bërë këtë pyetje dhe më mbeti kur ma bëre kur u takuam. Është një Zeza është 2 mënyra. Para është tradit, se ne e kemi pjesë të traditët, e dyta është ndjesi. Është një lloj ndjesie që kur mbaron pjesa e traditës, ti jo e ke ose ke, dhe unë mendoj se nuk duhet, secili prej nesh duhet bëj atë që ndjen. Për fat keq unë e kam ende si ndjesi, të cilën nuk do ta bëj edhe për shumë dhe nuk do të jetë për mua, por nuk do ta bëj edhe për shumë sepse ma kanë kërkuar fëmijët e mi, kështu që në një moment caktuar do jetë ndryshe. Është një lloj simbolike që për mua nuk është se ka patur ndonjëherë një vlerë specifike, unë nuk i kam qef traditat që të imponohen. Mendoj se njeriu duhet të jetojë i lirë, që të shprehë vetveten në forma nga më të ndryshmet. Edhe kjo është një nga gjërat që mua, po të më ishte imponuar, nuk do më kishte pëlqyer. Në qartë. Për mua është një ndjesi personale, kështu që pra aq kohë sa e kam patur, e mbaj. Me shumë gjëra të tjera që unë respektoj këtë. Unë respektoj këtë. Edhe por ti duhet të dëgjosh fëmijët. Do t'i dëgjoj. I dëgjoj gjithmonë se janë shumë të zgjuar. Këshillat që na japin fëmijët janë më të bukurat. Jo vetëm në këtë rast, po unë kam shumë qejf të punoj me fëmijët edhe me të rinjt. Edhe sidomos me fëmijët e vegjël, ti merr ca këshilla që janë do thua ku e mori kaq shumë zgjuarsi ky fëmijë, edhe fëmijët e mi janë drita që më
më hap mua çdo derë, çdo errësirë në cilën jam, ma ndriçojnë ata. E qartë. E shën ëndër Gertin? E shoh, po, unë nuk jam, s'jam njeri që shoh shumë ëndra. Ndoshta një ngarkesa që ne kemi gjatë ditës. E qartë. Unë fle edhe gjumin e kam gjithmonë të pakët. Dhe kjo është një nga gjërat gabim që e di që bëj, që ma thonë gjithë mjekët e mi, gjithë miqtë e mi. Por mundohem që ta shfrytëzoj sa më shumë ditën, se duke qenë dhe me fëmijë dhe me shumë ngarkesë etj, nuk ndonjëherë s'kam kohë të shoh ose i shohim me si mbaj mend, nuk e di, po e shoh patjetër. Atëherë kur i mbaj mend të ëndrat, patjetër. Gjithmonë. Edhe do vazhdoj se të jep mesazhe se kështu ti ç'është mëngjes e thua ç'a donte të më thosh ose kur jetë në ndonjë situatë, ai del apo jo, thjesht nuk i kam në atë aspekt, nuk i kuptojnë këto gjërat. Nuk i shpjegon, interpreton. Kur edhe si kupton, edhe nuk i tërheq këto, se ka shumë njerëz që jo, nuk e thjesht kam përshtypje malli që ke për të vizuale është patjetër që të mungon, po ne kemi aq prezent, e kemi bërë të mundur që të jetë shumë prezent në jetën tonë, edhe në një farë mënyrë është gjatë gjithë kohës me ne. Edhe me mua dhe me fëmijët. Kështu që është padrejtia është aty. Ne e dim, se kuptojmë asnjëherë pse ka ndodhur, por tash e kemi marrë përsipër tani që edhe të jetojmë, të ecim përpara, por edhe të nderojmë atë siç do donte ai të jetonte. Edhe ai ju ka dashur shumë, edhe unë për një gjë jam e sigurt, ai do donte që ti ishe shumë e lumtur. Të tre ne, edhe patjetër fëmijët, por për ty ai do donte, se njerëzit që duan këtë duan për njeriu që duan. Në fakt ti po punon që në një perspektivë, në një moment ti jesh vërtet e lumtur, apo ke ngecur në këtë situatë që të t'jesh diga për fëmijët e tu, të bësh gjithë detyrimet edhe ta lësh e lirën pak pastore? E kam lënë sepse gratë shqiptare bëjnë gjithkohën këtë gjën, dhe këtë duhet ta themi dhe bëjmë gabim, por e kam lënë sepse un kam një moment që mendoj se fëmijët duhet të jenë prioritet. Edhe më ka ndikuar edhe në probleme shëndeti, edhe në gjë se kur e lë veten pas dore të përgjigjet. Ashtu sa investon atje, atë merr. Por mendoj akoma që fëmijët kanë prioritet. Ndoshta pak më vonë do ta kthej. Po mendoj dhe lumturia e tyre mua më lumturon shumë, kështu që jam patjetër, por unë kam jetuar një kohë gjatë në Amerikë, edhe atje dëgjoja që një prind i lumtur dhe i qetë është më i mirë për fëmijët e tij, ndaj mos e lër shumë pas dore Edlirën, se duke parë mirë Edlirën, ti do jesh një nën më e mirë për fëmijët e tu. Të gjitha këto sipas atij mentalitetit hapur amerikan, ku rrien shumë mendime, ku gjërat janë më tradicionaliste ndonjëherë se sa këtu. Në pamje të parë duket sikur ka një avantgard, apo njerëzit janë, le të themi, ekstravagant etj, por në thelb janë shumë tradicional dhe të ndihmë të njeriut mentalitetet ndryshme, nuk marr përsipër të flas për kulturat, por janë ata kanë një marrëdhënie shumë interesante me jetën që ne nuk e kemi. U mungojnë shumë tabu që ne i kemi edhe me jetën dhe me vdekjen. Kanë marrëdhënie shumë interesante dhe të qartë dhe të prerë, dhe kjo gjë mua më pëlqen shumë. Kam shumë miq dhe ne kemi jetuar një farë kohë andej dhe e di shumë mirë këtë pjesë, dhe ajo që kur punoj me gratë, ja u themi gjithmonë këtë, baza është të duash veten. Po Edlirës ja thua këtë? Edlirës ja ma thon gratë e mia, ma thon vajzat që kam në zyrë, që kam një skuadër që nuk e di domethënë. I kam bekim gocat e zyrës, edhe ato më kujtojnë her pas here që dëgjoj se ti na thua ne po ta themi ty tani, dhe mendoj se duhet bër patjetër, dhe është gjë që unë them gjithë atyre grave dhe vajzave që më shkruajnë për fat shumë të keqen shumë, që kanë patur të njëjtën histori me timen në një kohë kaq shkurtër. E kuptoj. Kjo gjë ka ndodhur shumë shpesh. Dhe gratë dhe vajza
nga të gjitha vendet e botës, shqiptare që janë, më shkruajnë dhe më thonë kam patur të njëjtën eksperiencë, të lutem më ndihmo, kam nevojë që të flas me dikë që e ka kaluar këtë gjë, se kush nuk e ka kaluar nuk e kupton. Meqense ndihmon gjithë gratë dhe vajzat e botës dhe shumë mirë bën, shkruaj një letër vetes që ta ndihmosh kështu përmes letrës në kuptimin që kam nisur ta bëj duke punuar pak me pjesën e qetësisë. Po. Ku të gjithë mjekët që më kanë parë, e vetme gjë që më kanë thënë është qetëso. Dhe kam thënë kjo është një fjalë shumë e vogël, po është një proces shumë i gjatë dhe shumë i madh. Por kam filluar ta bëj dhe të investoj seriozisht te kjo pjesë, sepse nëse ne futemi në vorbullën e gjërave që na ndodhin, e përditshmërisë e cila thash në Shqipëri ka tendencën të jetë shumë agresive. Edhe të merremi vetëm me pjesën negative, atëherë nuk ja dalim dot më, dhe kjo na ndikon në shëndet, na ndikon në jetë, na ndikon në gjitha. Që kam filluar ta bëj pak, nuk e di, dukem pak më e qetë apo absolutisht ti je, shiko. Po kjo nuk më ti je njeriu që kudo që të shkosh, në çdo studio ti jesh, kudo në çdo ambient, ti jep dritë ambientit. Shumë faleminderit. Edhe sot edhe nga ty unë e vlerësoj shumë, se të dua fort edhe unë të ndjek gjithmonë me shumë respekt dhe me shumë dashuri. Kështu që të falenderoj unë ty shumë dhe më emocionoj vërtet. Shumë erdhe në këtë podcast sot, na solle këto lulet i solli Elvira Çepani sot ne bashkë me Mokun, me bashkëpunëtorin tim i vendosëm në këto dy vazo, edhe na solle diellin këtu brenda. Shumë bukur. Sepse ti kudo ku shkon çon diell. Faleminderit. Emocionova unë tani. Jo, dhe unë dua që në bisedën e radhës se ne do flasim prapë, do kemi mundësi të flasim, ti je aktiviste për gjërat edhe. Unë dua që në bisedën e radhës të shoh edhe më shumë diell tek ty. Edhe të them që ti me natyrën tënde, me elegancën, me harmoninë, me të pathënat që ke, që dikush që të do t'i kupton, bëhesh shembull për të gjithë. Edhe unë dua shumë që ti jesh kështu edhe ti jesh edhe më mirë se kështu. Pa dashur të them ato klishet që thonë raste të tilla, por njerëzit që na duan dhe si janë me ne, për një gjë është e sigurt, duan që ne të jemi, do të donin që të jemi mirë. Dhe ky është jo vetëm për vete, për fëmijët e tu, edhe për atë pjesë të Gertit që do jetë gjithmonë me ty. Shumë faleminderit, edhe është një kënaqësi e veçantë dhe një mbështetje shumë e madhe kur të gjithë këtë mbështetje dhe këto fjalë merr nga njëri që respekton shumë. Kështu që shumë faleminderit për ftesën, edhe e tham që është shumë lezetshëm shumë podcast. Është shumë bukur se në studio. Do kemi rast të flasim përsëri, edhe po e mbyll duke thënë që si gjithmonë jemi në qendër Tiranës, zhurmat në sfond edhe po hyn, duhet na mirëkuptoni. Pjesë e stresit përditshëm. Do qetësohet ndonjëherë Tirana mendonti nga këto trafiqet, nga këto gjërat, po më një menaxhim të ri apo jo? Kur të ketë vizionin e dur se si duhet zhvillohet Tirana, po. Patjetër. Sepse me vizionin e dur, me ca gjëra shumë të vogla që mund të rregullohen, Tirana mund të bëhet një qytet shumë i mirë për të jetuar edhe për të rritur fëmijët. Unë falenderoj shumë, Elvira. Do takohemi patjetër në intervista të tjera, biseda të tjera. Miq, ne takohemi në episodin e radhës, mirupafshim. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.